Iranin shtet terrorist, rezoluta o fut befas në rendin e ditën e sotme, ndërsa demokratët kishin deklaruar bojkotin e seancës. Sali Berisha në emër të Partisë Demokratike mbajti të njëjtin qëndrim si mazhoranca në kuvend. Ministri i Jashtëm i Izraelit reagoi menjëherë i pari për ta përshëndetur rezolutën e miratuar në kuvend. Unë përgëzoj kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për rezolutën historike të miratuar sot që e shpall Republikën Islamike të Iranit, një shtet sponsor të terrorizmit, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm izraelit. Mes të tjerave në këtë edicion do të ndiqni lajmi më i mirë për Kosovën këto ditë vjen nga Komisioni Evropian, i cili konfirmoi se janë hequr të gjitha masat financiare ndaj Kosovës. Kjo e bëhet ditur gjatë debatit për Kosovën në Parlamentin Evropian. Planifikojmë të riangazhohemi plotësisht me homologët tanë në Kosovë në mënyrë që ta rikthejmë atë në rrugën e duhur në agjendën drejt Bashkimit Evropian, sa përfaqësuesi evropian. Neni Basha nuk do të ndryshojë në statusin e Partisë Demokratike, konfirmoi Sali Berisha përpara gazetarëve, i bindur në interpretimin e tij se Neni nuk dikton dorëheqjen e kryetarit të partisë pas zgjedhjeve fars. Berisha pohoi edhe një herë se nuk ka ndërmend të largohet nga drejtimi teksa bëhet pjesë e garës së 23 majit. Izraeli njoftoi se ka vrarë kreun e sigurisë iraniane Ali Larijani në një sulm ajror gjatë natës, nëse konfirmohet ai është zyrtari më i lartë që vritet pas Khameneit. Kryeministri Netanyahu udhëzoi IDF-n të vrasë të gjithë lidershipin iranian. Alarm në perëndim pas planit izraelit për operacionin toksor në Liban. Informat të nderuar teleshikues, në vazhdojmë me lajmet. Me 79 votat e mazhorancës, kuvendi ka votuar për shpalljen e Iranit si shtet financues të terrorizmit dhe shpalljen e Gardës Revolucionare si organizat terroriste. Opozita mungoi në këtë seancë. Zyrtarisht, Shqipëria e shpalli Iranin si shtet financues të terrorizmit. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, projekt rezoluta miratohet. Pas kërkesës së kryeministrit Rama, parlamenti miratoi vetëm me deputetët e Partisë Socialiste dhe PSD-s rezolutën e depozituar nga mazhoranca, duke dënuar sulmet e Iranit në lindjen e mesme, si dhe sulmet kibernetike në Shqipëri që prej 2022-shit. Synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin. Të dënojmë përdorimin e grupeve proxy për destabilizimin dhe të dënojmë përdorimin e mjeteve hibride, përfshirë sulmet kibernetike, të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit dhe organizatën Hezbollah në Liban si organizata terroriste. Kjo nisëm sipas mazhorancës, është koordinuar me linjën e politikës së SBA-s dhe BE-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Gardën Revolucionare Iraniane, organizatë terroriste që në vitin 2019. Në janar të këtij viti të njëjtën gjë e bëri dhe Bashkimi Evropian. Qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë për të mbrojtur sigurinë kolektive dhe për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Seanca kishte një pikë të vetme në rendin e ditës dhe u bojkotua nga Partia Demokratike, me arsyetimin se kryetari i kuvendit kishte shkelur rregulloren duke thirrur një mbledhje plenare jashtë parashikimeve të konferencës së kryetarëve. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës. Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste dhe qeverinë e Iranit si një regjim diktatorial e shpalli edhe Sali Berisha, me anë të një deklarate, jo nga salla e parlamentit, por nga selia e Partisë Demokratike. Ministri i Jashtëm Izraelit ka reaguar për vendimin e Shqipërisë që përmes një rezolute të miratuar sot në kuvend e shpalli Iranin vend që sponsorizon terrorizmin, si dhe shpalli po ashtu Gardën Revolucionare si organizatë terroriste. Përmes një postimi në rrjetin social X, Gideon Saar ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për këtë vendim. Unë përgëzoj kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe Parlamentin e Shqipërisë për rezolutën historike të miratuar sot, që e shpall Republikën Islamike të Iranit një shtet sponsor të terrorizmit. Siç thuhet në rezolut, terrorizmin e të gjitha format e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për shoqëritë demokratike. Ky është një tjetër demonstrim i dimensionit të qartë moral në politikën e jashtme të Shqipërisë, shkruan Saar në platformën X.
Më herët, kreu i grupi parlamentar socialista Oland Balla deklaroi se iniciativa vjen në një kontekst të ndjeshëm për sigurinë kombëtare, duke kujtuar se vetëm pak ditë më parë kuvendi ishte shënjestër e një sulmi kibernetik. Bashkimi Evropian po largohet për herë dhe më shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Luftrat e fundit në lindjen e mesme dhe rreziku rus në lindje kanë nxitur bindjen se Donald Trump është i paparashikueshëm. Kjo është vënë duke nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila në të njëjtën kohë jep edhe një opsion se si mund të zgjidhet kriza e ngushticës së Hormuzit. Bashkimi Evropian ka filluar të marrë në konsiderat paparashikueshmërinë e Shteteve të Bashkuara, një vit pasi presidenti Donald Trump u rikthye në Shtëpinë e Bardhë. Ajo që ka vënë duke është shefja e politikës jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Lufta me Iranin dhe paqëndrueshmëria në rajonin e lindjes së mesme të bën të kuptosh se Bashkimi Evropian dhe Europa në tërësi nuk janë të gatshëm që të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara. Sigurisht ne jemi aleat me Amerikën, por nuk ju kuptojmë vërtet lëvizjet e tyre kohët e fundit, siç thash gjithashtu. Nuk jemi konsultuar dhe nuk ju kuptojmë vërtet objektivat e kësaj lufte. Kështu që mendoj se kjo është ndjenjë themelore. Në të njëjtën kohë dua të them, ne jemi të gatshëm të investojmë dhe në marrëdhëniet tona, në partneritetin transatlantik, që ka qenë në presion të madh, por e dini, duan dy persona për të kërcyer tango. Çdo marrëdhënie ka dy anë. Pra, le të shohim gjërat që mund të bëjmë së bashku dhe e dini nëse pjesëmarrja jonë është e nevojshme këtu e atje. Gjithashtu presim që të konsultohemi. Në lidhje me ngushticën e Hormuzit, Kallas propozoi që të trajtohej nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, njësoj si me rastin e Detit të Zi. Detin e Zi, nëse e mbani mend, kishim gjithashtu raketa që fluturonin dhe pati luftime të ashpra, por Kombet e Bashkuara arritën të negocionin me të gjitha vendet përreth Detit të Zi për të nxjerrë drithrat përmes Detit të Zi, në mënyrë që të mos kishte zi buk në Afrikë dhe një model i ngjashëm mund të përdoret për ngushticën e Hormuzit. Kallas tha për Reuters se nuk ka dëshirë midis vendeve të bllokut për të rikthyer në marrëdhëniet e zakonshme me Rusinë, ndërsa çmimet e energjisë rriten ndjeshëm pas luftës së SBA-Izrael kundër Iranit. Kallas, i cila shërben si diplomatja më e lartë e BE-s, tha gjithashtu se BE ka marrë në konsiderat menaxhimin e krizave në vende të ndryshme të botës. Shpalosja e planit izraelit për operacionin toksor në Liban ka ngritur alarmin tek shtetet perëndimore të cilat i druhen një vale të madhe të refugjatëve. 5 shtete perëndimore kërkojnë përmbysjen e planit të Benjamin Netanyahut. Kancelari Merz ishte më i ashpër duke i bërë thirrje Izraelit që të mos e ndjekin këtë rrugë. Gjermania dhe 4 vende të tjera perëndimore i kanë bërë thirrje Izraelit të përmbahet nga një ofensivë toksore në shkallë të gjerë në Liban. Një ofensivë e rëndësishme toksore izraelite do të kishte pasoja shkatruese humanitare dhe mund të çonte në një konflikt të zgjatur. Kjo duhet parandalohet, thanë krerët e shteteve dhe qeverive të Gjermanisë, Francës, Italisë, Kanadas dhe Mbretërisë së Bashkuar në një deklaratë të përbashkët. Situata humanitare është tashmë alarmante. Për më tepër, vendet mbështesin përpjekjet e qeverisë libaneze për të çarmatosur milicinë Hezbollah të mbështetur nga Irani. Ushtria izraelite kishte njoftuar më parë një operacion toksor kundër pozicioneve të milicisë Hezbollah të mbështetur nga Irani në Libanin Jugor. Operacioni ishte pjesë e përpjekjeve gjithëpërfshirëse mbrojtëse, por të ndërtuar dhe forcuar një pozicion mbrojtës përpara, deklaroi ushtria izraelite. Kjo përfshin çmontimin e infrastrukturës terroriste dhe eliminimin e terroristëve që vepronin në zonë me qëllim eliminimin e kërcënimeve dhe ofrimin e sigurisë shtesë për banorët izraelit verior. Përpara pushtimit të turbave toksore, ushtria izraelite deklaroi më tej se forcat ajrore dhe artilleria kishin kryer sulme kundër objektivave të shumta terroriste me qëllim zvoglimin e kërcënimeve në zonën e operacioneve. Qeveria Gjermane shpreu kritika ndaj veprimeve të ushtrisë izraelite. Po ndjekim ofensivën toksore izraelite me shqetësim të konsiderueshëm, tha Merz nga Berlini. Një ofensivë e tillë do të përkeqësonte më tej situatën humanitare shumë të tensionuar dhe krizën dramatike të refugjatëve, shtoi. Prandaj u bëjmë thirrje miqve tanë izraelit, mos e ndiqni këtë rrugë, do të ishte një gabim. Izraeli njoftoi se ka vrarë kreun e sigurisë iraniane Ali Larijani në një sulm ajror gjatë natës. Nëse konfirmohet, ai është zyrtar më i lartë që vërtet pas Khameneit. Kryeministri Netanyahu udhëzoi IDF-n të gjejë dhe të vrasë të gjithë lidershipin iranian. Kreu i Këshillit të Lartë të Sigurisë në Iran, Ali Larijani, u vra në një sulm ajror izraelit gjatë natës. Lajmin e bëri të ditur ministri i mbrojtjes Israel Katz, i cili tha se ishte informuar nga ushtria për vrasjen e Larijanit. Media shtetërore iraniane publikoi një deklaratë të shkruar nga kreu i sigurisë
në përkujtim të marinarëve të vrarë në një sulm amerikan, parimi të cilëve do të zhvillohet të martën, por nuk pati komente mbi pretendimet e Izraelit, ndërkohë mediat izraelite raportojnë se zyrtari i lartë iranian ishte shënjestruar së bashku me djalin e tij në një apartament ku po qëndronte i fshehur. Nëse konfirmohet, Larijani do të ishte zyrtari më i lartë që vritet në Iran, pas Ajatollahut Ali Khamenei, i cili u eliminua që në ditën e parë të sulmeve izraelito-amerikane, më 28 shkurt. Larijani u emërua në gusht të 2025-s nga presidenti Pezeshkian si sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë dhe si përfaqësues i liderit suprem Khamenei në Këshill. Ka shërbyer si kryetari i parlamentit iranian për 12 vite dhe më herët si krye negociator për çështjen bërthamore. Ministri izraelit Katz deklaroi gjithashtu se kishin vrarë edhe Golam Reza Sulejmanin, komandanti i forcave ushtarake Basij nën kontrollin e Gardës Revolucionare të Iranit, që shpesh përdoret për të shtypur protestat brenda vendit. Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu tha se lideri izraelit kishte urdhëruar IDF-n të vionte me gjurmimin dhe eliminimin e leadershipit të terrorit dhe shtypjes në Iran, siç e cilësoi. Irani ndërkohë kundër përgjigj me një valë intensive sulmesh ajrore ndaj Izraelit. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se po mendon të shtyjë me një muaj vizitën e rëndësishme në Kinë, e planifikuar për në fund të marsit për shkak të luftës në Iran. Kemi kërkuar ta shtyjmë një muaj afërsisht, tha për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë. Takimi mes tij dhe homologut kinez Xi Jinping duhet të zhvillohet mes 31 marsit dhe 2 prillit, pas bisedimeve të fundit dypal shtetorin e kaluar. Ministria e Jashtme kineze tha të martën se Pekini dhe Washingtoni janë në bisedime mbi datën edhe çështjet që do të vijnë në tryezë gjatë vizitës së Trump në Pekin. Kina hodhi poshtë pretendimet se shtyrja e takimit mund të ketë lidhje me tensionet në ngushticën e Hormuzit. Zoti Trump paralajmëroi gjatë fundjavës se mund ta shtynte vizitën nëse Kina nuk ndihmonte në zhbllokimin e ngushticës. Bashkimi Evropian I ka hequr të gjitha masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023. Lajmin e ka bërë të ditur Komisioni Evropian. Gjatë debatit që zhvilluar për raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian, përfaqësuesi I Komisionit Evropian konfirmoi heqjen e masave financiare. Mund të konfirmoj se Komisioni Evropian e ka zhbllokuar të gjithë ndihmën financiare dhe gjithashtu po planifikojmë të riangazhohemi plotësisht me homologët tanë në Kosovë në mënyrë që ta rikthejmë Kosovën në rrugën e duhur në agjendën e saj të Bashkimit Evropian, u shpreh ai. Gjatë diskutimit në Parlamentin Evropian është shprehur keqardhje për vitin e humbur në Kosovë për shkak të ngërçit politik me të cilin u përball vendi gjatë gjithë vitit. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Rio Teras, tha se paraliza politike në të cilën ishte Kosova kishte pasoja edhe në procesin reformues. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës në 2023 në përgjigje të tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Por nga ana tjetër, paralele me çmimin e Kosovës nga masat, Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e sanksioneve ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Eurodeputetët paralajmërojnë masa që do të godasin ekonominë dhe interesat politike të Beogradit, duke dërguar mesazhin se durimi I Bashkimit Evropian ka marrë fund. Eurodeputeti Tonino Pitula tha se politika e tolerimit ka dështuar dhe është koha për veprime konkrete, raportojnë mediat. Neni Basha nuk do të ndryshojnë në statusin e Partisë Demokratike, konfirmoi Sali Berisha përpara gazetarëve. I bindur në interpretimin e tij se Neni nuk dikton dorëheqjen e kryetarit të partisë pas zgjedhjeve fars, Berisha pohoi edhe një herë se nuk ka ndërmend të largohet nga drejtimi, teksa bëhet pjesë e garës 23 majit. Një ditë pasi kryesia vendosi që të hapë garën për kryetar të Partisë Demokratike, Sali Berisha rikonfirmoi se ai do të jetë kandidat, teksa u pyet nga dy CNN. Mund të më thosh pak kush të tha ty që jo një herë? Po shi e bërë këtë pyetje? Pjesëmarrja e Berishës në garën për kryetar të Partisë Demokratike bie ndesh me Neni 46.8 të pagëzuar prej tij si Neni Basha, që largon automatikisht kryetarin e partisë kur del humës në zgjedhjet parlamentare. Por kjo nuk e pengon kryetarin aktual të Partisë Demokratike për të kërkuar firmosjen e një kontrate të re me demokratët edhe për 4 vite të tjera. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale.
Në qofse ka një realitet absolut të padiskutueshëm, është zgjedhjet ishin farsë elektorale. Pra, sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'ia dorëheqen. E kam thënë do ta them. Farsa elektorale është tjetër. Në Partinë Demokratike është ngritur një grup pune për ndryshimet në statut, por Besha pohoi se është kundra mendimit të Nenit Basha. Ai nuk kapse të ndryshojë. I pyetur nëse do të pranoj sugjerimin e grupit të punës për prekje të këtij neni, lideri demokrat pohoi se as 10 anëtarë të mandatuar nga kryesia nuk kanë për qëllim të bëjë këtë ndryshim. Unë nuk besoj të sugjeroj asnjë ndryshim, sepse grupi i punës ka, ne jemi në njëjtin koncept, aty janë bërë propozime të tjera, kurse ky është shumë normal. Humbja e zgjedhjeve në kushtet e zgjedhjeve që respektojnë standardet ndërkombëtare, absolutisht ai që drejton duhet largohet. Një përgjigje kishte edhe për kritikët që pjesëmarrjen e tij në garë e quajnë si vdekje të rithemelimit. Këtë se kisha dëgjuar, se kjo shumë interesante kjo. Që po kandidoi rithemeluesi, rithemelimi merr fut, kjo gjë e bukur shumë. Gjykata e posaçme kaloi për gjykim dosjen në ngarkim të kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci. Zyrtari vendor dhe 6 të bashkë të pandehur akuzohen për shkeljet e barazisë në tender. Sipas PAK, gjatë kohës si drejtonte korporatën elektroenergjitike shqiptare, Beci dhe të tjerët kanë favorizuar në shkeljet e ligjit një kompani që fitoi një tender me vlerë gati 70 milion lek. Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci do të ulet në bankën e të akuzuarve në gjykatën e posaçme, si i akuzuar për abuzim me një tender me vlerë gati 70 milion lek të rinj. Kjo gjykatë vendosi të martën të kaloj për gjykim çështjen penale ndaj kryebashkiakut dhe 6 të bashkëpandehurve të tij, të gjithë të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. Gjatë shqyrtimit paraprak, Beci ka kërkuar të gjykohet me kohë të shkurtuar, vendim që do të merret në seancën e parë të gjykimit në themel. Kryebashkiaku i Shkodrës akuzohet nga SPAK për shkelje të ligjit gjatë një procedure tenderuese të dhjetorit 2019, kohë kur mbante detyrën e administratorit të korporatës energjetike shqiptare. Një hetim i nisur kryesisht nga SPAK ngriti dyshime për shkelje në procedurën në një tenderimi për një projekt kërkimor me vlerë 69.5 milion lek. Sipas SPAK, i pandehuri Benet Beci në detyrën e administratorit të kesh, në bashkëpunim me anëtarët e njësisë së prokurimit dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, kanë paracaktuar dhe krijuar avantazhe e privilegje të padrejta për shoqërinë që fitoi tenderin. Benet Beci është hetuar pa mas sigurie nga SPAK dhe kalimi i dosjes në gjyq nuk cënon ushtrimin e detyrës së tij si titullar i Bashkisë Shkodër. Ilirian Feçi, i pandehur në dosjen plumbi art, por i gjykuar veçmas, rrifeu në gjykat një grabitje të ndodhur në shkurt të vitit 2011 në Elbasan. Feçi tha se kishin grabitur një çantë me flori dhe orë të çmuara bashkë me Talo Çelën dhe dashnor Dumanin, por përjashtoi nga ngjarja të pandehuri Ngëntian Sharra. Ilirian Feçi, i pandehur në dosjen plumbi art, rrëfeu të martën në gjykatën e posaçme grabitjen në dhunë të Lirak Bajraktarit, shkurtin e vitit 2011 në Elbasan. Feçi, i cili është gjykuar në një proces të veçuar nga të pandehurit e tjerë, tha se në ngjarje kishte qenë bashkë me Talo Çelën dhe dashnor Dumanin, vëllain të penduarit Nuredin Dumani, por ai përjashtoi të pandehurin Ngëntian Sharra. Nga tavolina e dëshmitarit, Ilirian Feçi tha se ishte dënuar për grabitjen nga ish-gjykata për krimet e rënda, gjyq në të cilin kishte mohuar akuzën dhe nuk ishte identifikuar shokët. Kemi qenë 3 persona, Talo Çela, dashnor Dumani dhe unë. Armë nuk kemi pasur as unë as Talo, vetëm dashnori një levë, tregoi Feçi, duke mohuar praninë të pandehurit Sharra. Sipas tij, bajraktarit i kishin grabitur një çantë me varse floriri me medalion dhe orë të çmuara. Ai dëshmoi se kishte shkuar për të grabitur bajraktarin për të marrë mbrapsht paratë e tij. Është shumë e vjetër historia, shtjelloi Feçi. Unë kam qenë i fejuar me një vajzë nga Belshi, i kam dërguar nga Italia shpesh bizhuteri dhe diamante. Ajo i ka shitur tek Liraku, por ai as peshën nuk ja llogariste mirë dhe as vlerën e gurve. Ilirian Feçi rrëfeu se grabitja ishte filmuar nga 3 kamera sigurie. Avokati i Ngëntian Sharrës pretendoi se SPAK ka administruar vetëm pamjet e një kamere.
Për këtë shkak, ai kërkoi gjykatës të marrë videot nga dosja tjetër, ndonse i dorëzoi ato përmes një USB-je. Feçi ju përgjigj edhe pyetjeve të prokurorit Behar Dibra, të cilit i vuri në diskutim vërtetësinë e thënieve të penduarit Dumani. Vendosi pamjet filmike ta shohësh që kemi qenë veç 3 vet. Binduni edhe ju që Nureddin Dumani ju ka gënyer këtu e 3 vjet, tha Feçi. Policia e Lezhës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur 2 ditë më parë në lagjen Beslidhja, ku hodh në erë me eksplozive automjeti një agenti të krimeve. Policia arrestoi një nga autorët e dyshuar, Fation Rika, 32 vjeç, me precedent penal në Itali për vjedhje me armë. Burime nga grupi i hetimit bën me dije se sulmi ndaj policit dyshohet se ka ndodhur për shkak të detyrës. Policia e Lezhës ka arrestuar një nga autorët e ngjarjes së ndodhur 2 ditë më parë në lagjen Beslidhja, u shkatërrua me eksploziv automjeti i punojësit të policisë Gentian Gjeta. Në pranga ka rënë një nga autorët e dyshuar të krimit, Fation Rika, 32 vjeç, i cili rezulton një shtetas me precedent penal në Itali për vjedhje me armë. 32 vjeçari u kap duke lëvizur me ciklomotorin me të cilin kishte shkuar për të kryer shpërthimin. Policia njofton se vijon hetimi për të identifikuar dhe një shtetas tjetër që dyshohet se ka bashkëpunuar me 32 vjeçarin për kryerjen e këtij krimi, pasi kanë qenë 2 persona me motor që vendosën të rritonin në makinën e policit. Burime nga grupi i hetimit bëjnë me dije se sulmi ndaj efektivit dyshohet se ka ndodhur për shkak të detyrës. I arrestuari dhe bashkëpunëtori i tij që vendosën të rritolin në mjet dyshohet se janë të paguar dhe porositur nga palë të tjera për të kryer sulmin ndaj policit. Kujtojmë që 2 muajt e fundit policia e Lezhës ka zhvilluar operacione të rëndësishme, duke zbuluar një kazino në mes të qytetit dhe një shtëpi bari ku asgjësuan mbi 1000 rrënjë kanabis. Nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Faleminderit për vëmendjen.